erdhëm prap ne dhe do të vim akoma dhe më tutje, duke hyrë në familjet tuaja përmes ekranit dhe duke ju pritur që të na telefononi, të bisedojmë së bashku, t'ju pyesim pak për këto bisedat e verës, çfarë jeni duke përgatitur sot për drek, çfarë jeni duke marrë më së shumti nga tregu i verës, dhe cilat janë gjellët e preferuara të familjet tona tani në verë, në një reçel, në një komposto, çfarë po përgatisni. Ju presim të na telefononi dhe pse jo të na sugjeroni, ne I marrim parasysh çdo sugjerim tuaj, në çdo koment që na bëni në rrjetet tona sociale apo në kanalin tonë në YouTube. Për gjitha anvisat të cilat tani ju bashkuan ekranit ton, kemi përgatitur një pite të shpejt, të thjesht, 10 minuta. 10 minuta gatim me kungull të njom, e kemi në furrë mbrapa meje, po piqe, do ta tregojmë pak më vonë rezultatin përfundimtar. Kemi gjithashtu gjell me bizele sot, pa mishë. Mishin e kemi lënë shumë rrallë për ta përgatitur. Një gjell me bizele, me domate, me qep të njoma dhe me pak karrotë që ishte opsionale dhe ju mund ta integroni shumë holl të prerë aty në gatim. Tani kemi mbaritur tek ajo englendisja e pasditeve tonë. Glendxe, e filluan. Kemi lule shtrydhe. Kemi krem salckosi. Salckosi është, kam shtuar salckosi edhe kos. Pra, aty kur I mbas ditës edhe kafe. Vjen një moshë dhe se ta përballon stomakun. E thani në vap dhe nuk do të pi shumë kafe, për së vërtetës. I fusim një akullore, shkurt, një akullore. Akullore pa pasur sheqer, pra atë ëmbëlsusim nga mjalti. Kaq mjalt do t'i vendos. Kam vanilje dhe në sulm. Këto do t'i kaloj në grilsja, shumë thjesht, me mjetet që besoj ka të zhambis. Po. Përse unë nuk marrë atë rrasën atë të brumatricën ose atë të akullores? Vetëm e vetëm që unë mos ju krijoj atë a janë, ja, me mjetet e thjeshta. To janë mjetet më të thjeshta që ekzistojnë në çdo familje. Edhe pjesën tjetër. Kam dhe pjesë të tjera këtu. Pra një basket. Larja e mirë, shumë e mirë me sod. Po. Sepse lule shtrydhja e dini që ka shumë problem në strukturën e saj. Po. E ka shumë xhan, është në dhe dhe ka shumë xhan dhe unë që mos I largohet nga trupi I saj. Ka edhe këto poret dhe është një nga frutat që përmban më së shumti pesticidet, ndaj duhet larë mirë, me uthull, me sod, mënyrat e pastrimit. Ja, pra. Ja, shi çfarë mase doli? Dhe çfarë ngjyre bukur. Largoj. Do të marr. E kam këtu. Tre përbërës na duhen, tre Gjë në përbërës vendin e vet, kryesor. po. Salca e kosit, mjalti dhe lule shtrydhet. Salcën e kosit që e kam me pak kos. Do t'i bëj një rrahje të dur, por me elegancë. Pra, një rrahje me raksin elektrik, ose vendose andej që ta kesh më afër, sepse duhet një masë homogjene me salcën edhe me lule shtrydhet. Mjaltin, që detyrimisht duhet jetë I holl. Po. Vanilja.
Derisa që kemi një shkëlqim, një shkëlqim të kremit. Është njësoj si pana. Pana jep volum, por pana ka dhe gjërat e veta, e dim shumë mirë, që nuk është aq e shëndetshme. Nëse ne duam ta bëjmë me shtresa, ne shumë mirë mund të vendosim shtresën e një shtres kremi, një shtres ose në të kundërt të bëjmë të gjithë masën bashkë, si e dëshiron. Sa më thjesht, të dyja bashkët. Bravo. Shtresa, e të presim një telefonat që kam bëritur tek ne. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si zonjë. Kam nevojë për doktor Ylli Merja, nëse mund më ndihmoni me një numër të tij. Po me shumë kënaqësi, po unë nuk e mbaj mend tani, përmendesh numrin, gjithsesi do kujdeset stafi për të ndihmuar zonjën. Dhe mund të komunikosh pa tjetër, diçka përgatimin apo u largua, zonja? Çdo të hënë, zonja dhe kushdoj që në ndjek, doktor Ylli është në Bima dhe Shëndeti në rubrikën tonë, kështu që mund të komunikojmë të hënave, dhe pse kanë të drejtë shikuesit, sepse kemi patur tema të tilla të cilat kanë dashur dhe kanë marrë kohë për këshilla dhe për shpjegime, ndaj dhe s'kemi patur mundësi të komunikojmë, por ja që e kemi sot, keni numrin e ekrana, telefononi, për çdo pyetje tuaj jeni të lirë. Në çdo media, në çdo dritare ka nevojë për të qenë të lirë telefonuesit, shikuesit, të shprehin mendimet e tyre dhe ne t'i dëgjojmë ato. Vendosëm që kremin, salcën e kosit edhe kremin e luleshtrydheve bashkë me aromën e vaniljes edhe mjaltin t'i bëjmë bashkë në një masë homogjene, të njëtrajtshme siç e shihni. Okej, ka ndryshuar pak ngjyra e luleshtrydhes, është bërë me zbekt, është bërë në roz. Aty kemi... Nëse unë nuk dua të vendos membran, do të shtoj shumë pak... I dhe kështu direkt, si që është. Jo, një prekje, shumë të letja. Shumë pak. Shumë pak. Vegetal që nuk mban erë. Po. Shumë mirë, ne e dim, kur gatuajmë dhe vendosim produktet në tasat e plastikës, po, duhet vazhdimisht të shtojmë pak fare vaj, shumë pak vaj dhe çdo produkt, sepse heq erën e të peshkut apo aromat e rënda, sikurse dhe lahet akoma dhe më mirë. Siç e kam, e marr dhe të marrim një luk se çdo pjesë mas e mbetur këtu ka shije, pikon. Okej. Kjo mas tani do të vendoset për të mpiksur, për të ngrirë. Është bërë në roz, akullore me luleshtrydhe dhe kos, shumë e thjesht për gjithë familjen, edhe konsumojmë diçka në të cilat dim se çfarë kemi shtuar, sepse e kemi gatuar vetë dhe janë të panumërta mënyrat se si mund t'i sjellim të fresta, të shishme, edhe duke i kombinuar me shumë element të tjerë, me fruta të thata, ka shumë mënyra për të gatuar akullore. Shumë shkon bajamja. Se jo, mund të sugjerojmë fistik, bajame, por gjithmonë duhet kemi parasysh në varësi të shijes që ne kemi.